Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga Abu Dhabi, kryeministri Edi Rama rikonfirmon angazhimin se deri në fund të vitit 2028 Shqipëria do të jetë plotësisht vend sovran në prodhimin e energjisë elektrike. I ftuar në panelin e samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm që po zhvillon punimet në Abu Dhabi, kryeministri deklaroi se Shqipëria ka mundësi që të ofrojë furnizim të plotë me energji të ripërtëritshme. Ajo çfarë kemi bërë në këtë dekadë të fundit është të investojmë shumë në energjinë diellore dhe atë të erës dhe të krijojmë një portofol burimesh të ekuilibruara në mënyrë të tillë që ne të mos kemi më nevojë të drejtohemi importit dhe të jemi plotësisht sovran, duke pasur 100% energji të gjetur. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028 do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Tha ndër të tjera kryeministri Edi Rama, teksa solli në vëmendje marrëveshjen tripalçe me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë. Ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultani, zoti e Bekov, po synon që të mbrim në 3 giga dhe përmes kablit ndërlidhës me Italinë ti shërbejmë Europës me energji të gjetër dhe sigurisht së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para për t'ia shitur pra Europës. Deklaroi Edi Rama. Prodhimi i energjisë elektrike nga kaskada e Drinit arriti në rreth 27.000 MWh, duke ruajtur nivelin e të gjithë këtyre ditëve për të shfrytëzuar prurjet në rreshtet intensive të fillimit janarit. Korporata elektrogjitike bëri të ditur se prurjet natyrore në kaskadë regjistrojnë në nivele të moderuara, ku eci i Fierzës përfiton rreth 500 m3 në sekond, Komani 250 m3 për sekond dhe Bayu i Idejes 50 m3 për sekond. Ndërkohë shkarkimet janë realizuar kryesisht nga eci Komani dhe i Bayu i Idejes në funksion të optimizimit prodhimit. Kjo siguron se po monitoron në mënyrë të vazhdueshme situatën hidrike dhe po zbaton një strategji operative që synon maksimizimin e prodhimit vendas, garantimin e sigurisë së digave dhe reduktimin e nevojës për import të energjie. Përmbytjet kanë ndërprer punën në parkun fotovoltaik të Karavastas. Stakimi i parkut erdhi pasi uji arriti në afërsitë paneleve. Ndonse këto të fundit ka një lartësi prej 1.5 metër nga toka, uji ka arritur deri në 1.2 metër. Inxhinierët e Voltalias janë duke bërë vlerësimin e dëmeve, ndërkohë që impianti pritet të vijë sërish në punë pas rreth një jave. Parku fotovoltaik i Karavastas ka një fuqi të instaluar prej 140 MW. Kjo vepër ka kushtuar rreth 140 milion euro dhe është ndërtuar nga giganti francez Voltalia. Situata e krijuar nga përmbytjet në disa zona të vendit po shkon drejt stabilizimit. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, deklaroi se situata në rang kombëtar po përmirësohet gradualisht, teksa në të gjitha qarqet vjon puna për pastrimin e rrugëve nga inertet për rikthimin e qarkullimit normal. Megjithatë, në vizon Çako, disa qarqe vazhdojnë të paraqesin risk të lartë dhe probleme specifike. Kreu i emergjencave civile shton se pas përfundimit të vlerësimit dhe miratimit nga njësitë e pushtetit vendor, do të hapet rruga për procesin e kompensimit dhe dëshpërblimit për qytetarët dhe subjektet e prekura në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Korrupsioni i institucionalizuar është shkaku kryesor i vështirësive me cilat përballet ekonomia shqiptare. Vlerësimi vjen nga deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku. Në një analizë në rrjetet sociale, Tabaku vlerësoi se përmirësimet ligjore sado të domosdoshme nuk janë të mjaftueshme kur mungon vullneti politik dhe kur korrupsioni është ngritur në nivel sistemi. Korrupsioni është arsyeja kryesore për situatën e ekonomisë sot. Është arsyeja kryesore për kapjen e ekonomisë në pagduar, për largimin e të rinjve, për emigracionin masiv, për humbjen e shpresës, për pastrimin e parave. Është pikërisht korrupsioni që ka sjellë këtë situatë. Si shembull e përmend ligji për koncesionet dhe partneritetet publike-private, i cili sipas saj pavarësisht ndryshimeve të bëra në vitin 2017 dhe vitin 2023 ka shfaqur të njëjtat problematika. Këtë kanë treguar rasti inceneratorëve, i koncesioneve në rrugë, rasti i energjisë, rasti i akshit. Se sado që t'jetë i mirë ligji nuk e parandalon dot korrupsionin nëse ai është kthyer në sistem, ashtu siç është kthyer në këtë rast në Shqipëri. Një sistem që fatkeqësisht sot ka kapur çdo qelizë, ka kapur edhe ekonominë. Sa do të mirat i bëjmë ligjet,
sa do t'i përmirësojmë ato e t'i bëjmë standardet europiane, korrupsioni vazhdon të jetë atje prej sistemit që ka ngritur qeveria socialiste. Ishte Jorita Tabaku, deputete e Partisë Demokratike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.